Horoskopi ditor, 11 shkurt. Energjit, vendimet dhe mesazhet për çdo shenjë. Energjia e 11 shkurtit nuk është e zhurmshme, por është e saktë. Kjo ditë sjell sinjale që kërkojnë vëmendje, sepse zgjedhjet e vogla kanë pasoja më të mëdha se sa duken. Disa shenja ndihen të shtyra drejt veprimit, ndërsa të tjera përballen me nevojën për të ndalur dhe reflektuar. Universi nuk imponon, por udhëzon përmes situatave konkrete. Kush lexon shenjat në kohë, shmang gabimet e panevojshme. Dashi. Energjia e kësaj dite e fton dashin të ndalë vrullin dhe të shohë më qartë pasojat e veprimeve. Në fushën profesionale, një situatë kërkon përgjigje të menduar dhe jo reagim të menjëhershëm. Bashkëpunimet funksionojnë më mirë kur lihen më nga ngarat personale. Në marrëdhënie, komunikimi kërkon qetësi dhe respekt, sepse fjalët e thëna pa menduar lënë gjurmë. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që sfidon mendimin e zakonshëm. Financiarisht, dita nuk favorizon rreziqe apo shpenzime impulsive. Emocionalisht, kjo energji sjell një mësim të rëndësishëm mbi vetkontrollin. Kur dashit I jepet hapësirë për reflektim, vendimet bëhen më të forta. 11 shkurti të kujton se forca e vërtet qëndron në maturi, durim dhe drejtim të qartë. Demi. Kjo ditë sjell për Demin nevojën për stabilitet dhe vendime të qëndrueshme. Në punë, fokusi te detajet praktike ndihmon në shmangjen e gabimeve të vogla, por të kushtueshme. Një çështje financiare kërkon rishikim të kujdesshëm dhe plan afatmesëm. Në marrëdhënie, ritmi I ngadalt forcon besimin dhe sjell siguri emocionale. Beqarët nuk kënaqen me premtime sipërfaqësore dhe kërkojnë diçka më reale. Emocionalisht, Demi ndjen nevojën për qetësi dhe kontroll mbi rrethin. Energjia e 11 shkurtit favorizon durimin dhe zgjedhjet e menduara. Kur qëndron besnik ndaj vlerave personale, dita sjell ndjesi sigurie dhe më pak stres. Ky është moment për të ndërtuar, jo për të rrezikuar pa arsye. Binjakët. Kjo ditë I shtyn binjakët të dëgjojnë më shumë dhe të flasin më pak. Një informacion I rëndësishëm vjen përmes një bisede të thjeshtë dhe ndihmon në sqarimin e një situate të paqartë. Në punë, fleksibiliteti dhe komunikimi I saktë sjellin përfitim konkret. Marrëdhëniet kërkojnë sinqeritet dhe shmangje të keqkuptimeve të vogla. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që zgjon interes mendor. Financiarisht, dita kërkon organizim dhe kujdes ndaj detajeve. Emocionalisht, qartësia mendore sjell lehtësim dhe fokus. Energjia e 11 shkurtit të ndihmon të kuptosh se fjala e duhur në momentin e duhur bën ndryshimin. Kur mendimi dhe veprimi përputhen, rruga bëhet më e qartë dhe më e sigurt. Gaforja. Energjia e kësaj dite zgjon ndjeshmëri të thellë te gaforja dhe kërkon menaxhim të kujdesshëm emocional. Në punë, një situatë kërkon qartësi dhe vendosmëri për të shmangur pasigurinë. Marrëdhëniet përmirësohen kur ndjenjat shprehen hapur dhe pa frikë. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që ofron siguri dhe ngrohtësi. Financiarisht, dita nuk favorizon rrezik, por ruajtje dhe stabilitet. Emocionalisht, kjo periudhë mëson rëndësinë e kufive të shëndetshëm. Kur gaforja vendos veten në prioritet pa ndjer faj, energjia fillon të balancohet. 11 shkurti sjell qetësi të brendshme dhe ndjesinë se drejtimi po bëhet më I qartë dhe më I sigurt. Luani. Kjo ditë e fton luanin të ulë tonin dhe të vëzhgojë më shumë se sa të reagojë. Në ambientin profesional, një përgjegjësi shtesë kërkon organizim dhe jo dëshirë për të dominuar situatën. Marrëdhëniet kërkojnë sinqeritet dhe shmangje të dramatizimit të panevojshëm. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që nuk impresionohet lehtë, por vlerëson thellësinë. Financiarisht, është e rëndësishme të mbahet kontroll mbi shpenzimet për të ruajtur stabilitetin. Emocionalisht, kjo ditë sjell reflektim mbi vlerën personale dhe mënyrën si kërkohet miratim nga të tjerët. Energjia e 11 shkurtit I mëson luanit se forca reale nuk është zhurmë, por qetësi dhe vetdije.
Kur vepron me maturi, ndikimi bëhet më i qëndrueshëm dhe më i respektuar. Virgjëresha. Kjo ditë i kërkon virgjëreshës të fokusohet te thelbësorja dhe të mos humbas energji në detaje të panevojshme. Në punë, organizimi dhe struktura ndihmojnë në zgjidhjen e çështjeve praktike pa stres shtesë. Marrëdhëniet përmirësohen kur komunikimi bëhet i drejtpërdrejtë dhe pa nënkuptime. Beqarët ndihen të hapur ndaj një njohjeje që thyen rutinën e zakonshme. Financiarisht, dita është e përshtatshme për rregullim dhe planifikim të kujdesshëm. Emocionalisht, virgjëresha mëson të lëshojë kontrollin absolut dhe të pranojë fleksibilitetin. Energjia e 11 shkurtit sjell qartësi dhe lehtësim kur nuk kërkohet perfeksion në çdo situatë. Qetësia vjen kur pranohet se mjaftueshmëria është më e vlefshme se përsosmëria. Peshorja. Energjia e kësaj dite e shtyn peshoren të kërkojë ekuilibër mes asaj që dëshiron dhe asaj që është e drejtë. Në punë, një vendim kërkon objektivitet dhe shmangje të ndikimeve emocionale. Marrëdhëniet përmirësohen përmes dialogut të hapur dhe gatishmërisë për kompromis. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që sjell qetësi dhe harmoni. Financiarisht, është e rëndësishme të shmangen zgjedhjet impulsive dhe të ruhet balanca. Emocionalisht, kjo ditë ndihmon në rivendosjen e paqes së brendshme. Energjia e 11 shkurtit i kujton peshorës se vendimet më të mira merren kur mendja dhe zemra janë në të njëjtën linjë. Kur ekuilibri ruhet, gjithçka fillon të rrjedhë më lehtë dhe më natyrshëm. Akrepi. Kjo ditë sjell intensitet emocional dhe kërkon vetdije të plot nga akrepi. Në punë, një situatë e fshehur del në dritë dhe kërkon ndershmëri dhe vendosmëri. Marrëdhëniet thellohen vetëm nëse pranohet e vërteta pa frikë. Beqarët përballen me ndjenja të forta që kërkojnë reflektim dhe maturi. Financiarisht, dita kërkon planifikim dhe shmangje të rrezikut të panevojshëm. Emocionalisht, akrepi mëson të lëshojë kontrollin e tepruar dhe të mos mbajë barë që nuk i përket më. Energjia e 11 shkurtit sjell transformim të brendshëm dhe qartësi mendore. Kur përballet me realitetin pa maska, rruga përpara bëhet më e fortë, më e pastër dhe më e qëndrueshme. Shigjetari. Kjo ditë i kërkon shigjetarit të ndalë vrullin dhe të rishikojë drejtimin që po ndjek. Në punë, një ide ose plan ka nevojë për strukturë më konkrete për të funksionuar siç duhet. Marrëdhëniet përmirësohen kur sinqeriteti vendoset mbi dëshirën për të shmangur diskutimet e vështira. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që sfidon mënyrën e zakonshme të menduarit. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të rrezikut të panevojshëm. Emocionalisht, kjo energji sjell reflektim mbi zgjedhjet e bëra deri tani. Energjia e 11 shkurtit i mëson shigjetarit se liria e vërtet nuk vjen nga nxitimi, por nga qartësia e qëllimit. Kur drejtimi rregullohet me vetdije, rruga bëhet më e sigurt dhe më e qëndrueshme. Britsjapi. Kjo ditë e vendos britsjapin përballë përgjegjësive që kërkojnë durim dhe disiplinë. Në punë, një përpjekje e vazhdueshme fillon të jap rezultat dhe kërkon vazhdimsi, jo lodhje. Marrëdhëniet kërkojnë stabilitet dhe komunikim të qartë për të shmangur keqkuptimet. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që ofron seriozitet dhe siguri. Financiarisht, dita favorizon organizimin dhe planifikimin afatgjatë. Emocionalisht, britsjapi ndjen nevojën për kontroll dhe strukturë. Energjia e 11 shkurtit mbështet ndërtimin e bazave të forta dhe zgjedhjet e menduara. Kur vepron me durim dhe përkushtim, kjo ditë sjell ndjesi sigurie dhe qartësi për hapat e ardhshëm. Ujori. Energjia e kësaj dite sfidon nevojën e ujorit për pavarësi absolute. Në punë, një situatë kërkon bashkëpunim dhe mendje të hapur ndaj ideve të tjera. Marrëdhëniet përmirësohen kur komunikimi bëhet i drejtpërdrejtë dhe pa distancë emocionale. Beqarët ndihen të tërhequr nga dikush që sjell perspektivë të re. Financiarisht, dita kërkon planifikim dhe shmangje të vendimeve impulsive. Emocionalisht, kjo fazë mëson rëndësinë e balancës mes lirisë dhe përgjegjësisë.
Energjia e 11 shkurtit ndihmon ujorin të kuptojë se bashkëpunimi nuk kufizon, por forcon. Kur mendimi i lirë kombinohet me veprim praktik, hapen mundësi më të qëndrueshme dhe më reale për të ardhmen. Peshqit. Kjo ditë sjell ndjeshmëri të thellë dhe intuit të fortë për peshqit. Në punë, një përpjekje e mëparshme fillon të japë shenja pozitive dhe kërkon vazhdimsi. Marrëdhëniet kërkojnë ndershmëri emocionale dhe hapje të sinqertë. Beqarët ndihen të tërhequr nga një lidhje që prek thellë botën e brendshme. Financiarisht, dita nuk favorizon shpenzimet emocionale dhe kërkon kujdes. Emocionalisht, kjo energji sjell qetësi kur vendosen kufi të shëndetshëm. Energjia e 11 shkurtit i ndihmon peshqit të balancojnë ndjeshmërinë me realitetin. Kur intuita përdoret me maturi, dita sjell qartësi dhe ndjesi sigurie për hapat që vijnë. 11 shkurti nuk është një ditë për nxitim, por për vëmendje dhe zgjedhje të ndërgjegjshme. Energjitë e kësaj date tregojnë qartë se çdo shenjë ka një mesazh specifik për të kuptuar dhe një drejtim për të ndjekur. Disa shenja ftohen të ndalen dhe të rishikojnë vendimet, ndërsa të tjera duhet të veprojnë me qartësi dhe maturi. Universi nuk detyron, por udhëzon përmes situatave konkrete. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe çfarë ndjeve më fort nga ky parashikim. Mbështete videon me pëlqim që mesazhi të arrijë të më shumë njerëz. Abonohu në Zërin e Universit për parashikime të përditshme dhe mesaje të qarta. Përndaje me dikë që ka nevojë për këtë udhëzim.